الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد. Të nderuar xhamat, jemi në vazhdën e mësimeve nga pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, të cilat hadithe i ka grumbulluar Imam Buhariu në librin e tij El Adabul Mufrad. Në kapitujt e duas është zgjeruar shumë, ka sjell shumë dua, ka sjell shumë lutje nga pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam. Dhe zgjatja e këtij kapitulli apo bërja e disa kapitujve të gjitha me dua tregon një gjë shumë të rëndësishme të nderuar xhamat në rëndësinë dhe peshën e duas. Pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam ka ardhur për të mësuar njerëzit dhe të për t'u komunikuar fenë e tyre. E feja e Allahu subhanahu wa taala ka shumë gjëra për të mësuar në ta. Mirë pa i strumbullari, ajo baza, ajo çka i mbat të gjitha cila është lutja. Andaj edhe me një fjalë të përgjithshme ne shumë adhurime i kemi emërtuar me lutje. Dhe ata shumë njerëz të cilët nuk e dinë për shembull namazin, çish i thojnë një muslimani i cili për shembull është i përkushtuar në fe, thotë ki lutet, apo? Andaj ti e sheh për shembull edhe në për shumë vende kur janë domethënë ndërkombëtarisht dhoma për të bërë namaz apo ata të tjerë për të bërë adhurimet e veta, si e quajnë dhoma e lutjeve. Nga sa ata nuk e dinë me zbardhë se kjo namaz, mirë po e dinë një fjalë të përgjithshme e cila është ajo lutje. Andaj Muhamedi alayhi salatu wassalam të ndërum xhamat shquhej në mesin e sahabeve me lutje. E lut të Allahun shumë, përgjëroj për para Zotit shumë, çante për Zotin e Madh subhanahu wa taala shumë. Shikoj Ibn Abbas radhiyallahu anhu çka thot. Një natë prej natëve shkova me bujë te pejgamberi alayhi salatu wassalam. Pejgamberi alayhi salatu wassalam Ibn Abbas ka pas djalë vllai, djalë mixhe. E ka qenë i vogël. Thot bujta te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thot dhe e përcjellan nga sa ka qenë pejgamber, tash çfarë po bën? Dhe çka ka bëu pejgamberi alayhi salatu wassalam? Thot pushoj pak, fleti pak. Dhe ka qenë prej sunetit pejgamberit alayhi salatu wassalam që pas jacis të bëhet gjumë. Dhe ju dini se mo tash natyra e njerëzve dhe jeta e njerëzve ka ndryshuar. Ka ndryshuar. Edebet e njerëzve nuk janë më ato edebe. Karakteret e njerëzve nuk janë më ato karaktere. S'ka ju ka humb njerëzve ajo natyra e pastër me të cilën kanë jetuar dikur. Tash mo gjithçka është ndryshe. Jeta bëhet natën, ditën flen dhe kjo Zoti na rujt. Kjo Zoti nuk është jetë njerëzore. Përveç me arsye rrihet pasjacie. Përveç me arsye të fortë. Thot fleti pasjacie. Pastaj u zgju natën, mur abdes dhe i fali 13 recate. I fali 13 recate. Thot unë u lidha mu fal mastina. U lidha nga ana e majt, pejgamberi sa nxjerrin nga ana e djathtë. E kapi dhe nxjerrin nga ana e djathtë. Shikoj pejgamberi alayhi salatu wasalam, gjithmonë te njerëzit e do më të mirën. Apo namazi është i pranuar edhe ka e majta, ama më mirë ka e djathta. Thot Aisha radhiyallahu anha, thot pejgamberi alayhi salatu wasalam i kishte merak djathtat, me djathtat. Punë e mira mi bë me djathtat. Pastaj thot Ibn Abbasi e bëri një lutje të mirë, e që ne ka transmetuar neve. E që neve na duhet kjo lutje të ndërum xhamat. Kur pejgamberi alayhi salatu wasalam, ai i cili Zoti i Madh xhel xhelalu e ka bëë, njëri më të mirë në dunja, me melek, me Xhibrailin e ruan ata, melek të ruajn ata. Nuk ka në syrin e tij, në veshin e tij, në gjuhën e tij, në gjakun e tij diçka të ndit. Zoti ja ka çat gjoksin. Alam nashrah laka sadrak. Ata kemi çana gjoksin operim ta kena bë. E kena hekt keq në pi aty dhe e kam shel. Ha?
Na nuk mujmë me paramendu një gjoks i cili nuk menon keq. Kështu ka pas gjoksin pejgamberi alayhi salatu wasalam. Qyre vetën tane, s'ka mundësi mos më të mbledh mllef edhe shtypje e madhe. Pse? Se ka të keqën ta. Ka të keqën ta, që ta ja ka hek komplet pejgamberit alayhi salatu wasalam. S'ka në keqë zemrën e tina. Megjithatë shikoj çfarë duaje ka bë. Po paramenoj gjoksat ton. Vetë Zoti i Madh e di sa ndytësia ta mbledh, sa errësira ta mbledh. Me qelë gjoksat e njerëzve, sa mlefin ta. Keni pa njerëz kur operojnë, thot gjithat senja kena hek për aty mrena. Gjithat kelbe, çka s'kan hek. Po me bo një operim shpirtëror, çka na del neve pi zemrave? Allahu e din mas miri sa njerëzit i urrejna në listë. Apo, sa të keqën njerëzve ja odojna, sa ua dëshirojna. Vesën i dalimo që ishtot Sheikhul Islam Ibn Taymi rahimullah. Takat s'kena. Takat, me pas takat, a ki po kur folin, a ki po njështë të poshtër kur folin. Me pas takat, unë e di shka baj. Po ne e dim se që po faraon, shka që të shka po. Ishe po faraon, po s'ki takat. Nuk ki takat. Faraoni, apo faraon se ka pos takat. Krejta të rrethian kon faraona. Andaj Allah kur i ka përmbys der ushtarin e fundit e ka gjujt në deti. Pse ka gjujt der ushtarin e fundit? Se ketë këto kanë lakmu më kanë si faraoni, po s'kan mujt. S'kan mujt. Apo shpesh njerëzit po thonë, pse bez ndrohet kjo situatë na? A vem be dikush neve me na drejtu pak ma tepër? Jo s'vem. A di pse? Se na kur i shajmë zullumqart, nuk i na ti shoh për shkak zullumit tëne, po ti shakon vend atit vedhi one. Ti shakon vend atit vedhi one. Ti nuk e kite zullumit, ti e kip se si e ti. Andaj ti e sheh se njerëzit sa herë që ndrohet një status me një status tjetër, e merr tjetri njëjtë ban. Se ke ka lakmu ata, e ka lakmu pozitën jo zullumin. Ki kur e ka shoh që i thot shumë për ulemave, njerëzit kur e shohin dunjajën, e shohin se s'e kanë mëri, jo pse e keqe. Thot, ti shakon, apo ti të shoh se s'ki parën ta. Me pas parë se shoh. Pra këtë arsye, dietarët e parë të muslimanëve thonin nuk i pranohet ofendimi i njënit ndaj dunjas, veç kur e shoh, kur i ka parët. Njëni ka bo milionat, ata në të shaja. Ti fukara me zisen që në ditën pa e shanë. Që i të shati o vla, ti të shatë se si në të mërije. Andaj shiko pejgamberi alayhi salatu wassalam. Kishte gjoksin e pastër. Kishte gjoksin e pastër. Nuk ja mendon dhe kërkujnë atë keqën. Allahu subhanahu wa ta'ala me Kur'an ka intervenue. La'allaka bakhi'un nafsak. Shikush e ka thënë Allahu subhanahu wa ta'ala. O Muhammed alayhi salatu wassalam, ki me mit vetën pi dëshirës të mirë që ka e ki për njerëzit. Shiko, qas që ja u ka dash të mirën njerëzve, qas që ka dash ata ka me kanë besimtar devotshëm, e me dash Zotin, sa që ka Allahu i ka thënë nalu pak, nalu se vetën ki me mitë, zbon që ashtu që të thonë ti. Të këqit kanë me metë këqi, zullumqartë kanë me metë zullumqartë, kriminel kanë me metë kriminel. Ti mëse ha vetën, se ki me hangë vetën dherin qatë deregje, ki me mitë vetën. Ki me mitë vetën. Allahu e ka qëtësu. Ebu Gjehli jetë Ebu Gjehl, Ebu Lehebi jetë Ebu Leheb, faraonat jesin faraona. Ka dikush beson, a mu ti mëse ha vetën, se mundesh me hangë vetën dërsa me mirë. I keq i metë ti keq, ti ki veç me obligim i kalzue. Që ki njeri me këtë mirësi ka bo dua. Qëfar në ka bo? Allahume gja'al fi qalbi nura. O Allah, mush ma zemrë me drit. Ki zemrë e komplot drit, lipi Allah i drit. E na, kur është hera e funit që i ka thënë Allahit, o Zot jepëm drit. Ama na thënë, pse me lip dritën, pse asë shohuna. Pse une, ka e pas kanë zërë të këtë dua una, asë shoha, me në krije, kini pa komunistat që shpolin. Une me në krije i kam la, budal kema. Po valla budal jena. Pasi ti babe njësi që në të vra për këtë e këtë. Pin raki këtë e këtë. Pa nuk kini të babe, a nuk kini të pat një të zhveshë që kena ti po këtë bashka. A nuk kini të po këtë zdullum që ka të ndodha. Po kja të ndodh me në krija pa men. Ka hup nuri, ka hup drita e Zotit në tokë. Se gjunahe, natë të ditë gjunahe. Kur më shelë është vetë, qka ban? Kur më shelë është vetë, qka ban? Te kujtën se Allah i se dheja, te kujtën se Allah i se sheha, te kujtën Allah i se stabe pasojena. Said ibn Jubairi thot, 30 vetë mas më ka arë pasoja e gjunahit. Ndjek hija e gjunahit, ndjek hija e zullumit. Te kujtën se i ban të zullum dikujnë edhe më shehe, kur qasu ba. Ka me të ndjek, ajo në shpe ka me të ndjek, në vlat ka me të ndjek, s'ka me të lanë rahat, angët ka me të bo. Pse? Hajjaji kër e ka vra Said ibn Jubairin, Hajjaji kër e ka vra Said ibn Jubairin, e ka bo Saidin i dua. I ka thënë Hajjaji, a ki do një dëshire, kini po ka kriminal, a ki do t'i shka me fol. Ka thënë, a ban veç një dua ata vaj. Dua, ma mle, po ma le ban dua sa dush.
Ka me të pre, ka thonë vlema vesh një dua të bëj. Ka që duan të Allah subhanahu wa ta'ala. Ka thonë o Zoti madh, bëje vrasjen ti me vrasjen e fundit këtina, edhe le tjetë fundi këtina të shpata që e vënon gjafën time, edhe e vrajti. Haxhaxhi ka vdek duke thonë, më vrajti Saidi ibn Gjubejri. Ju ka po ankth, ju ka po të merë në gjumë. Se ka po zullumit ndjek, zullumit s'le rahat, zullumit ka me ngulfat që t'irmenjë nuk ka merë. Në këta si shiko për nga me sa, o Allah, jepëm nur, jepëm ndrit, mos shkelmi, mos të bojmë zullume. Jepi veshit tem ndrit, jepi dorës tim e drit, jepi gjakut tim drit, jepi nervave të mija drit. A kini po njës tonë, s'po kam nerva o gjone mo, s'po baj sabër mo. Qishko po që a usos kete, ka dalë me pan sabër? Ja, ma une, e ki po, dikur bajsha sabër. E shta që po, më shoj nuk murit me grije, më shoj dhe e grijen, po nuk shkon mërë kështu ka dhe. Sabër kena me ba dhe dikur. E kanë pyti më Mahmedit, o hoq, dhe dikur kena me ba sabër. Ka thonë vesh të ashtim ka më në gjenet më zani sosët. Që kur kena me ba sabër? Vesh të ashtim ka më në gjenet. Si të ashtim ka më në gjenet? Allah i lavat nasib ja Rabbel Alemin. Qatë herë mu asë nervat nuk duhen, asë sabri nuk duhet, atë herë mu ba të rahat. Ama, në dunja, do të bëjmë sabër. Do të bëjmë sabër. A dhe shka dale i sëllat dhe sëram. O Zot, jep në zemrën ti me nur, në veshën e mi nur, në sytë e mi nur, në djathën ti me nur, në të majtën ti me nur, prapa me e nur, para me e nur, në kam të mija nur. Jepëm nur muë. Dhe pas e ka thonë, o Allah, shto ma dritën, shto ma dritën, shto ma dritën. Kjo ka qenë prej duave të pejgamberit alayhi salatu wassalam. Na duhet dritët të ndërum gjëmat me pa udhën. Me pa udhën, se dina udhën. Udha ahiretit. Një udhë me morë deri dikun ku se di, e hum rrugën. 3-4 male me dal, e hum rrugën. Po rruga ahiretit, rruga ahiretit ka shumë udhkriqe, shumë kthesa, shumë lakesa. Ka kemi lakue, ta jep Zoti nurin edhe ti e ecat rrugë. Andaj, mos i harroni me bo dua që i ka bo pejgamberi alayhi salatu wassalam. Lutuni me lutje që i ka bo pejgamberi alayhi salatu wassalam. Ja shohmi khairin në dunia para ahiretit. E lusim Zotin e madh xhel xhelalu në këtë ditë xumaje, ditë të madhe. Allahun e lusim që Allahu t'i mbuzë zemrat tona me nur. Allahu t'i mbuzë zemrat tona me dritë e cila na e bën ta shohim udhëzimin. E lusim Allahun subhanahu wa taala që Allahu xhel xhelalu t'i pastron gjoksat tona, t'i pastron nga errësira e inateve, errësira e mllëfeve, errësira e urrëtjeve. E lusim Zotin e madh që Allahu subhanahu wa taala t'i pastron gjitha gjërat të cilat e pengojnë mes neje dhe udhëzimit të Allahu subhanahu wa taala. E lusim Allahun që Allahu subhanahu wa taala karakteret tona t'i bën karaktere të cilat i don Zoti i madh te bareke wa taala. E lusim Allahun subhanahu wa taala që Zoti jon xhel xhelalu muslimanët kudo që janë në përbot Allahu t'i ndihmon, fuqarat, skamnorët, nevojtarët, bonjakët, jetimat, të vejat, të gjithë që kanë nevojë për rahmetin e Allahut, Allahu t'i mëshiron ya Rabbal Alamin. Elusim Zotin e madh xhel xhelalu që Allahu t'na drejton, Allahu t'na përmirëson, Allahu prej neve të keqen të largon, zullumin të largon, padrejtësinë të largon, shoqëri islamet na ban ya Rabbal Alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. فقد قال عز من قائل في كتاب العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم رحمك بيتامى المسلمين وأرامل المسلمين والمستضعفين من المسلمين يا رب العالمين. اللهم ارحمهم، أنزل عليهم من رحماتك يا رحمن يا رحيم. اللهم من كان من إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها مستضعفا فقوه يا رب العالمين. اللهم اجبر كسر المسلمين، اجبر كسر المسلمين يا رب العالمين. اضرب الظالمين بالظالمين، اضرب المجرمين بالمجرمين، ونجي المستضعفين والمسلمين منهم سالمين غانمين يا رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر
wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Aqimus salat.